Myftinia Shkodër organizoi iftarin tradicional të 3 myftinive të trojeve shqiptare, Shkodër, Prizren dhe Ulqin. Në këtë aktivitet, morën pjesë Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed Sytari, kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame të Prizrenit, Valon Ibrahimi, kryeimami i Ulqinit, Ali Bardhi, si dhe antar të stafit dhe të Këshillit të Myftinisë Shkodër, imam, bashkpunëtor e tjerë. Në fjalën e tij përshëndetëse, Myftiu i Shkodrës u ndal te rëndësia e muajit të Ramazanit dhe vlerat që ai përcjell për besimtarët dhe shoqërinë. Të gjithë kemi nevojë më shumë se kur sot për vlerat e këtij Islami të pastër i cili na bashkon. Jo thjesht në një sofër për të cilën mund të bajmë edhe pa të, se sa për t'u parë në sy me njëri tjetrin, për të ndarë dritën me njëri tjetrin, për të ndarë mesazhet e harmonisë dhe vllaznisë me njëri tjetrin, dhe njëkohësisht për të rilidhur një beslidhje të fortë që na bën të gjithëve me kënë në krye të frontit për ruajtjen e vlerave dhe trashëgimisë e më të mirës në këtë qytet dhe në këtë vend, përballë fortunave të ndryshme e përballë frymrave të ndryshme që vijnë dhe shkojnë në këtë vend dhe që shpesh nuk ja duan të mirën as Shkodrës e as Shqipënisë. Është një kohë në të cilën njeriu ma shumë se asnjëherë tjetër e ka për detyrë me e dëshmu identitetin e tij dhe me e tregu pasaportin e tij se kush është dhe si është. E ma mirë se në muajin e mallnueshëm të Ramazanit asnjëherë tjetër nuk frymëzohemi drejt këtyre vlerave dhe këtij mësimi dhe kësaj fryme kaq të rëndësishme për ne dhe për kombin e shoqërinë tonë. Ramazani është një mundësi e mirë për të takuar, për ta madhruar Zotin Xhelleshanuhu, përveç anës shpirtërore që e madhrojmë Zotin dhe afrohemi me devotshmëri ka ai, gjithashtu e kemi edhe anën pra fizike me cilin takohemi me njëri tjetrin për të pa nga afër dhe gjithashtu për të bashkëbiseduar me njëri tjetrin. Jemi muajin e mallnueshëm të Ramazanit, andaj ky muaj është muaji i bereqetit, muaji i mirësive, muaji i gjithave të mirave dhe begative që Allahu Xhelleshanuhu ka çu për robin, për njeriu, sepse atë don maksimalisht dhe për atë arsye ka çu këtë mirësi që ai ta gjej veten e tij. Aktiviteti u mbyll me faljen e namazit të akşamit, ndërsa një organizim i tillë është kthyer në traditë për qytetin e Shkodrës.